Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline. Qeveria miratoi rritjen e pagës minimale nga 1 janari vitit të ardhshëm. Paga minimale në Shqipëri do të jetë 50.000 lekë. Mbi 300.000 punonjës në të gjithë vendin përfitojnë rritje page nga ky vendim dhe në buxhetin e vitit 2026 qeveria ka paraqitur si një nga prioritetet rritjen e pagave dhe pensioneve. Nga 1 janari, paga minimale në Shqipëri do të jetë 50.000 lekë nga 40.000 që është aktualisht. Qeveria ka miratuar të premten rritjen e pagës minimale, të cilën e përfitojnë 307.000 punonjës të sektorit publik dhe privat. Paga minimale është llogaritur për 174 orë pune në muaj, që përfaqësojnë kohën normale të punës. Në bazë të kësaj, paga minimale orare do të jetë 287.3 lekë për orë. Në 9 muajt e parë të zbatimit, kosto e arritur për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nuk do të paguhet nga biznesi, por nga shteti. Sipas qeverisë, përmes këtij vendimi, synohet të rritet niveli i jetesës, të fuqizohet kapitali njerëzor dhe njëkohësisht të ulet informaliteti në tregun e punës. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, qeveria i ka kushtuar një vëmendje të veçantë rritjes së pagave dhe pensioneve. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se deri në fund të këtij mandati, paga minimale në vend do të shkojë 70.000 lekë. Drone bujësore do t'i vinë në ndihmë fermerëve dhe zhvillimit bujqësisë. Projekti ka nisur në zonën e Fushkrujës dhe këto pajisje mundsojnë monitorimin e sipërfaqeve të mbjella, spërkatin e tyre me pesticide apo analizës tokës. Investimi që synon zgjerimin e teknologjisë edhe në bujqësi, po realizohet në bashkëpunim me qeverinë italiane. Një dron bujësor do të monitoroj kulturat bujësore në zonën e Fushkrujës dhe Shkodrës. Kjo teknologji që përdoret për herë të parë në vendin tonë do të ndihmojë fermerët të monitorojnë të mbjellat nëpërmjet kamerave të posaçme që shfaqin sëmundjet e bimëve apo mungesat e ujit para se të shihen me sy të lirë. Ai do të spërkas me ple apo pesticide tokat duke ulur kostot, rritur rendimentin dhe cilësinë e prodhimit. Flota e dronëve pritet të shtohet, ndërsa për kryeministrin Rama, teknologjia në bujqësi mbetet prioriteti i këtij mandati. Bujqësia inteligjente është pjesë e vizionit ton Bujqësia 2030 për një sektor më të qëndrueshëm dhe konkurrues në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Ky investim në bashkëpunim me qeverinë italiane, ndër të tjera, parashikon dhe rritjen e kapaciteteve në terren me mekanik bujësor modern si traktor, freza, pompë spërkatëse, kultivator dhe korse. Në Vlorë ka nisur puna dhe investimi për furnizimin me ujë pa ndërprerje. Faza e parë po zbatohet në pallatet dhe banesat e vjetra të viteve 70. Drejtuesit e ujësjellësit thonë se projekti pritet të përfundojë në mes të vitit të ardhshëm, ndërsa investimi po kryhet nga qeveria dhe KFV-ja gjermane. Në Vlorë, ujësjellësi ka nisur investimin që do të mundësojë furnizimin e qytetit me ujë 24 orë. Në fazën e parë të projektit përfshihen rreth 180 objekte të ndërtuara në vite 60-70. Secili banor do të ketë rrjetin e furnizimit, secila shtëpi le themi, njëkohësisht dhe macin e dedikuar për konsumin, njëkohësisht dhe faturimin e ujit. Banorët dhe qytetarët subjekti i këtyre investimeve duhet ta kuptojnë shumë mirë sa e rëndësishme është aksesi që duhet të kenë firma kontraktore dhe punonësit e ujësisë kanalizime për të përfunduar investimin në kolonat e brendshme të pallatit. Në fazën e projektit duhet të kuptojmë që ka disa hapa dhe këto hapa kërkojnë patjetër momentet caktuara stakimin e furnizimit me ujë për të operuar për sa i përket rrjetit apo pompave. Në këto pallate do të hiqen depozitat në terraca dhe pompat që përdoren për furnizimin me ujë. Projekti pritet të përfundojë në mesin e vitit të ardhshëm. I gjithë projekti parashikohet të mbyllet në maj të vitit që vjen. Projekti ka disa fusha të aktivitetit vetë, vetëm sistemi i shpërndarjes, ka pompat e reja të qytetit, stacioni numër 4 që është zemra e furnizimit me ujë të prodhimit me ujë të qytetit Vlorës, parashikon dhomën e re të komandimit, parashikon sistemin SCADA, njëkohësisht parashikon dhe dhomën e re të klorinimit. Heqja e depozitave do japi një akses më të mirë dhe furnizimit me ujë dhe nuk do ketë ndërprerje siç kemi pasur 2 orë paradite në mëngjes dhe 2 orë mbasdite. Projekti ujësjellësit në Vlorë realizohet nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me KFV-n gjermane.
Një ere serbe është arestuar pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për një grabitje me dhunë që ka kryer disa vite më parë në Tropoj. Për më shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje të fundit do shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Prengsaj. Bleona, kush është ereja serbe në fakt që është arestuar ditën e sotme dhe për çfarë ngjarje bëhet fjalë? Emiliano, të përshëndes, një 23 vjeçare është arestuar në Serbi pasi akuzohet si bashkëpunëtore për një vjedhje me dhunë të ndodhur në Tropoj në vitin 2021. Policia serbe po bashkëpunon me autoritetet shqiptare për ekstradimin e 23 vjeçares drejt vendit ton. Bëhet fjalë për Ines Araqin, e cila është dënuar nga gjykata e Kukësit me 3 vite e 4 muaj burg për veprën penale vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim. Ereja në fakt në bashkëpunim me Visar Madani në vitin 2021 kanë vjedhur një shtetësje një shumë parash së bashku me aparatin e saj celular. Kujtojmë në kohën që ka ndodhur ngjarja, policia gjatë kontrolleve të kryera në hotelin ku këta dy të fundit pra autorët ishin akomoduar, sekuestruan sendet e vjedhura përkatësisht sumën e parave, por edhe aparatin celular. Ndërkohë në dhomën e hotelit u gjetën edhe 9 fishek, si dhe 4 aparate celular, por edhe maska anti-Covid, të cilat sipas policisë aso kohe ishin përdorur për ngjarjen nga ereja së bashku me Visar Madanin. Tashmë mbetet në fakt sjellja e 23 vjeçares nëpërmjet bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare, por edhe autoriteteve serbe dhe kjo e fundit do të vuajë e caktuar nga gjykata e Kukësit me 3 vite e 4 muaj burg për veprën penale vjedhje kryer në bashkëpunim. Ndërkohë, Bleona, një i ri është arestuar në Tiranë pasi policia ka gjetur në banesën e tij një sasi kanabis gjelantin që është dyshuar se është trafikuar nga Kanadaja për të shitur më pas në Shqipëri. Por kush është i riu që është arestuar ditën e sotme në Tiranë dhe çfarë u kap gjatë këtij operacioni policor? Po, Emiliano, lidhur me këtë ngjarje është vënë në pranga një 23 vjeçar i identifikuar si Domenico Cibaku, pasi Blut e Tiranës gjatë kontrollit fizik të tij, por edhe gjatë kontrollit në banesë, i kanë konstatuar dhe sekuestruar 1 kilogram e 54 gram lëndë narkotike kanabis në trajtin e xhelatinës. I riu 23 vjeçari u arrestua në rrugën 5 Maj, nga hetime dyshohet se lënda narkotike me vlerë 10.000 euro ka ardhur nga Kanadaja drejt vendit ton dhe do të shitej në lokal në zonën e 5 Majit, aty ku u bëi mundur dhe arrestimi i Domenico Cibakut. Ndër të tjera, sipas burimeve kemi mundur të mësojmë se 23 vjeçari ndihmohej edhe nga një person tjetër, tashmë i shpallur në kërkim nga policia për të vënë para autoriteteve lidhur me këtë ngjarje. Ndërkohë, Bleona, një tjetër i ri është vënë pranga po në kryeqytet pasi policia i ka gjetur në valixhe një armë Kalashnikov. Çfarë mund të na thuash ti për këtë ngjarje tjetër? Bëhet fjalë për 24 vjeçarin Hysen Marku, i cili u kap nga policia teksa transportonte me një valixhe brenda së cilës ndodhej një armë e tipit Kalashnikov. Sipas informacioneve që kemi deri në këtë moment, 24 vjeçari posedonte armën me qëllimin e shitjes, por nga ana autoriteteve nuk është zbuluar ende se nga e kishte marrë 24 vjeçari armën, të cilën pritej ta shiste. Në fakt, arrestimi i tij u bëi mundur pranë terminalit të autobusëve në rrugën Kastrioti. Më pas arma e tipit Kalashnikov u sekuestrua nga Blut e kryeqytetit, por nga ana tjetër po punohet për të identifikuar personin nga i cili 24 vjeçari ka marrë armën, por edhe personin që pritej për t'u shitur arma nga ana e Hysen Markut. Ndërkohë, Bleona, policia ka patur dyshime apo i riu 24 vjeçar që është arrestuar sot me një armë Kalashnikov në valixhe, ka patur, le të themi, episode të tjera të ngjashme me këtë? Pra ka qenë i skeduar nga policia më parë? Në fakt, Emiliano,
Në fakt, Emiliano, për të dyja ngjarjet, nga informacionet që kemi deri në këto momente, personat nuk kanë qenë të skeduar më parë nga policia, pra nuk kanë qenë persona me precedent penal, edhe në rastin e 24 vjeçarit i cili pritej të shiste armën e tipit Kalashnikov, nuk ka qenë një person i skeduar më parë nga policia dhe nuk ka patur precedent penal. Mirë, Bleona Prengzaj, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt dhe për të gjitha detajet që përsolle në studio për të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur së fundmi. Por jetojnë mbi 2 milion shqiptar sipas Istat, shumica e tyre janë në Itali dhe Greqi, ndjekur nga Gjermania dhe Franca. Rreth gjysma e tyre kanë shkuar për bashkim familjar, më pas janë shqiptarët që kanë shkuar për punë dhe për studim. Diaspora shqiptare përllogaritet në 2.2 milion shtetas gjatë vitit 2025. Instituti i Statistikave ka publikuar raportin Diaspora e Shqipërisë, ku është përllogaritur popullsia shqiptare që jeton jashtë vendit, dhe rezulton se Italia dhe Greqia ka numrin më të lartë të emigrantëve, ndjekur nga Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar. Të dhënat tregojnë se Italia dhe Greqia janë qendrat kryesore ku qytetarët shqiptar janë stabilizuar. Kjo reflektohet në numrin e lartë të rezidentëve, po ashtu edhe në procesin e integrimit, përfshirë lejet e qëndrimit dhe fitimin e shtetësisë. Raporti veçon edhe komunitetin shqiptar që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili përllogaritet në rreth 206.000 persona. Sipas të dhënave të Instat, rreth gjysma e lejeve të qëndrimit në vendet europiane është dhënë për bashkim familjar, ndjekur nga arsyet e punësimit e më pas studimi. Vërehet se 1.1 milion individ janë meshkuj dhe rreth 1 milion femra. Përllogaritjet e diasporës tregojnë se ajo përfshin një popullsi relativisht të re dhe pjesën kryesore e zë grup mosha 15 deri në 64 vjeç, me rreth 77%, ndjekur nga grup mosha 0 deri në 14 vjeç. Shqiptarët mbi 65 vjeç që jetojnë në diasporë zënë vetëm 5% të totalit. Kjo tregon një diasporë me profil të ri, ekonomikisht aktive dhe me potencial të lartë kontributi në tregjet e punës të vendeve pritëse. Pothuajse gjysma e emigrantëve transferojnë një pjesë të ardhurave të tyre në Shqipëri përmes remitancave. Vendimi për të dërguar remitanca është i lidhur me suksesin e emigrantëve në gjenerimin e të ardhurave dhe kursimeve jashtë vendit. Emigrantët kanë tendencë të dërgojnë remitanca kryesisht nëpërmjet miqve ose kur vizitojnë vetë Shqipërinë, ndërsa kanalet formale siç janë bankat dhe operatorët e transferimit të parave përdoren si metodë kryesore në vetëm 30% të rasteve. Mesatarisht, emigrantët fitojnë 2.5 herë më shumë se sa fitonin para emigrimit dhe gati 2.5 herë më shumë se sa bashkëmoshatarët e tyre që qëndrojnë në Shqipëri. Mosha gjithmonë dhe më të reja po konsumojnë alkool. Mjekët toksikolog thonë se adoleshent nga 16 deri në 20 vjeç paraqiten në spital me pasoja të rënda intoksikimi nga konsumi i tepërt i alkoolit. Në këto ditë festash, mjekët këshillojnë kujdes për të mos e tepruar me alkoolin dhe për të mos e rënduar gjendjen shëndetësore. Kurioziteti për ta provuar apo si një mënyrë për të përshtatur më lehtë në shoqëri, po shtyn gjithnjë më shumë të rinj drejt alkoolit dhe konsumimit të substancave narkotike. Ajo që duket e padëmshme në fillim, për shumë të rinj kthehet gradualisht në një zakon të përditshëm. Sipas shefit të shërbimit të toksikologjisë në QSUT, Andrin Tahiri, këto vese po bëhen gjithnjë më herët pjesë të rinjeve që në moshë të mitur. 16 vjeç. Rastet e tjera janë raste të izoluara, por 16 vjeç pa ndjen pak më të rritur, por nuk janë aq të formuar sa duhet dhe mund të konsumojnë pak alkool me tepëri. Po këto janë raste të izoluara. Por mbi 18, 19, 20 janë raste të shpeshta, të cilët sidomos për festat të rinj, të cilët mund të konsumojnë dhe mund të abuzojnë më shumë se ç'duhet. Pra konsumojnë alkool me tepëri, eksperimentojnë me drogat. Festat e fundvitit përveç atmosferës festive shoqërohen çdo vit edhe me problematika serioze shëndetësore. Gjatë kësaj periudhe mjekët thonë se përballen me një fluks të shtuar pacientësh për shkak të abuzimit me alkoolin, por jo vetëm. Komplikacionet janë të ndryshme sipas tyre, por helmimet zënë vendin e parë të shqetësimve. Këtë periudhë ne ndeshëm me helmimet akute, pra me konsumimin e alkoolit me tepëri, deri në atë moment që mund të bëjë dëm për shëndetin dhe kërkojnë asistencë mjekësore pranë shërbimit tonë. Bluzat e bardha bëjnë thirrje për më shumë kujdes dhe ndërgjegjësim për heqjen dorë nga këto vese, sidomos te grup mosha e të rinjëve. Festat zgjasin pak, zgjedhjet e gabuara
mund të lejmë pasoja për një kohë shumë të gjatë. Alkooli dhe droga nuk ju bëjnë kur më interesant. Vendimet e qarta, po. Festoni fort, gëzoni fort, pa i bërë dëm vetës. Djemtë për qartë Amerikës është libri i ri i gazetarit Sokol Balla. Intervista dhe dëshmi ekskluzive mbi figurat e shuara të diasporës shqiptare në Amerikë që patën ndikim të madh në zhvillimet e fillim shekullit 20 dhe më pas. Bashkos të Nolit dhe të Konicës që sjellin detajet e jetës së tyre private dhe një rivaliteti që vazhdon akoma edhe sot. Shtëpia botuese Albas në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare dhe Qendrën Kombëtare të Librit e Leximit promovuan librin e ri të gazetarit të njohur Sokol Balla, Djemtë për qartë të Amerikës. Me një stil unik publicistik, gazetari pasqyron duelin mes dy titanëve, Konicës e Nolit, Urpalon Manjan, Asgrimsat njerëzore, thekson botuesja Rita Petro. Qëllimi i tyre ka qenë shumë i përbashkët, gjithmonë sepse të dy kanë kontribuar jashtëzakonisht në kulturën shqiptare, sidomos në atë kohë. Po çfarë i shkaktonte debate, qëndrimet e ndryshme patjetër politike, por mund të ishin mbase edhe gjëra edhe personale. Në këtë libër ka dëshmi të mbledhura që në vitin 94, të cilat i ka ruajtur me xhelozi e kujdes, por dhe si amanet i personave që ka intervistuar në Amerikë. Balla është i vetëdijshëm për madhështinë e vlerat kombëtare shumë dimensionale të dy patriotëve, por edhe debatin që zgjojnë këto dy figura. Ai sjell larg mitit, më afër njerëzit, lehtësisht të rrokshëm për lexuesit. Kisha dilemat e mia për shkak të temës që e trajton dhe për shkak të faktit që ne jemi një shoqëri shumë e prirur drejt krijimit miteve dhe jo drejt rrëzimit të tyre. Megjithse prej 3 dekadësh e gjysmë u ngritëm në emër të rrëzimit një miti, por për fat keq siç po e shikojmë, vazhdojmë t'i ngrejmë ato, me ose pa dashjen tonë. Krahasimin mes tyre e bën me yjet e sportit, Messin e Ronaldon. Konica ishte Messi, ishte Maradona. Noli ishte Ronaldo. Libri është për të gjithë ata që duan të mësojnë më shumë për të shkuarën dhe të kenë një vështrim sa më realist, thekson studiuesi Roland Lami. Dhe ajo çfarë është më interesante që futemi tani në kulturën e të bërit, apo kulturën e vendimarrjes për çështje të rëndësishme që lidhet me shtetarët shqiptar, është që edhe këto dy figura nuk i shpëtojnë dot mallkimit, si mund ta themi kështu, ku për çështje të rëndësishme nuk arrin dot dhe këta të gjejnë ekuacionin e përbashkët për të dhënë një kontribut i cili është decisiv për situata të rëndësishme. Alda Bardhyli e vëtheksin të hapja si pare të studimeve të tilla, që të shohim figurat kombëtare larg klisheve. Që ky libër i Sokolit është thjesht fillimi i një studimi i cili duhet vijojë Sokol për të ndërtuar gjithë skaletën apo arkitekturën e asaj çfarë ndodhi dhe rolit të vërtet të këtyre djemve pikërisht në historinë e Shqipërisë, në historinë e Shqipërisë duke filluar që para luftës së dytë botërore me Nolin, Konicën, por edhe me shqiptarë të tjerë që vazhduan këtë traditë më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Djemtë për qartë të Amerikës i hap shtegun librit tjetër të gazetarit që është krahasimor sërish, bazuar në kontaktet e tij personale, nga njohurit, intervistat, bisedat private dhe publike me politikanë të Shqipërisë, Kosovës, të Malit Zi e Maqedonisë së Veriut, ku gazetari Sokol Balla thotë se do të përpiqet të kuptojë se cili prej tyre është patriot e cili jo. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.